نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun e falenderojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë për Allahut të madhëruar që na mbron për veprave tona të këqija. Atë që udhëzon Allahun nuk ka kush e humb, ndërsa atë që e humb Allahun nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton askush adhurimin pos Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Pastaj shfrytëzojmë rastin dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të sinqert, të na bën për atyre që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na shton detyrinë e dobishme, të na jep kuptim në din, na mbron prej detyrisë që s'ka dobi, prej zemrës që s'friksohet, prej shpirtit dhe nefsit që nuk ngopet, dhe Allahu na mbron prej duas që nuk pranohet. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon në Jannatul Firdaus me pejgamberët, me siddiqunët, të sinqertit, me shahidët, me njerëzit e mirë, me salihin, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu si na ka bashku dhe na ka tubu në këtë xhami. Amin. Të nderuar vëllezër, të dashur vëllezër, javën e kaluar kemi folur për sahabët dhe vlerën e sahabëve dhe pozitën e sahabëve. Sot vazhdojmë me ciklin e ligjëratave që ka të bëj me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot fillojmë me njeriu më të mirë, me burrin më të mirë, me sahabiun më i lavdruar dhe më i dashur dhe më i mirë, domethënë prej sahabëve. Pastaj edhe i gjithë umeti, i gjithë ehli suneti janë bërë bashkë ixhma se njeriu më i mirë, sahabiu më i mirë pas profetëve dhe pas pejgamberëve dhe enbijave dhe rusulve, njeriu më i mirë në rrugën tokësore ka qenë Abu Bekr as-Siddiq radiallahu anhu. E sot do të flasim për këtë, e si e ka arrit këtë, do ta shohim se domethënë ai ka sakrifiku shumë derisa ka arrit këtë gradë të lartë tek Allahu Azza wa Jall. Si quhet Abu Bekr as-Siddiq? Ai quhet Abdullah ibn Abi Kuhafa. Abdullah ibn Abi Kuhafa. Abi Kuhafa është babai i tij, edhe kjo është kunja, emrin e ka Uthman. Emrin e ka babai Abdullah Uthman. Pra Abdullah ibn Abi Kuhafa quhet Abu Bekr as-Siddiq. Ai I ka pas disa nofka, disa llagape. E prej nofkave që ka pas është edhe Atik, fytyrë ndriçuar ose e liruar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man arada an yanzura ila atiqillahi min an-nar falyanzur ila Abi Bekr as-Siddiq." Kush dëshiron të shikon në një fytyrë që Allahu e ka liruar për zjarme të xhenemit, le të shikon fytyrën apo le të shikon Abu Bekr as-Siddiqun. Pra Abu Bekr as-Siddiq ka qenë I përgëzuar me xhenet me shumë hadithe të pejgamberit alayhis salam,
mund ta paramendoni njeriu I përgëzuar me xhenet, që Allahu Azza wa Jall ka garantuar se ai xhenet li hes në për tokë ka thënë I përgëzuar me xhenet, edhe pse ka qenë I përgëzuar me xhenet nuk është mbështet në këtë, por ai ka sakrifikuar, e ka dhënë maksimumin, ka bëu gara derisa ka qenë garuesi më I mirë në punë të mira. Pra Abu Bekr as-Siddiq gjithashtu pra nofka e tij është as-Siddiq, kena me fol inshallah në të ardhmen për Siddiq se si e ka arrit këtë epitet. Pra bashkohet prejardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në brezin e 6 tek Murre ibn al-Ka'b me prejardhjen e Abu Bekrit, bashkohet prejardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me prejardhjen e Abu Bekrit tek brezi I 6 të Murre ibn al-Ka'b, të babgjishi I 6. Kurse Islamin e pranoi në vitin e 2 pas mujit të pra elefantit. Amul Fil dhe më thonë është muaj elefantit, e dini rastin kur Allahu Azza wa Jalla ka shkatruar banorët, më thonë atyve që kanë pasur ebrehën, do të thonë me ato filat që ka ardhur me elefantat për ta shkatruar Qabën, Allahu I ka shkatruar me tajrin e Babil, me zosh, do të thonë e Babil që quheshin, dhe Abu Bekr as-Siddiq 2 vjet mas, do të thonë sanjare ka lind, por ai ka pas 38 vjet. Kur I ka shpallë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas 40 vjet, kurse Abu Bekr as-Siddiq I ka pas 38 vjet. Dhe kështu e shfrytëzoi rastin të nderuar vëllezër që ti motivoj vëllezërit që të fillojnë me mësu Kur'anin përmes. Sepse Abu Bekr as-Siddiq ka fillu mësimin e Kur'anit të përmend, kur I ka pas 38 vjet. Dhe do të thonë asnjëherë nuk është vonë, ai që I ka për shembull 30, 40, edhe 50, Sheikh Abadi ka mësuar është bëu hafiz I Kur'anit në 50 vjet. Abu Bekr as-Siddiq e nis dinin, islamin, davetin, ilmin e nis në 38 vjet. Mrenda 25 viteve bëhet pra edhe hafiz I Kur'anit, bëhet edhe dietar, edhe bëhet edhe thirrësi më I mirë, edhe sakrifikuesi më I mirë për këtë din. Ka dhënë tërë pasurinë e ka dhënë për këtë fe. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thonë felja ummukum aqra'ukum bi kitabillah, le të bëhet imam tek ju ai që më së miri e lexon Kur'anin. Abu Bekr as-Siddiq ka qenë hafiz I Kur'anit, prandaj në sëmundjen e vrusu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I tha le të bëhet imam Abu Bekr as-Siddiq. Prandaj nëse të dëruar asnjëherë nuk është vonë, fillo. Prej sot fillo që ta mësojsh Kur'anin, të jetojsh me Kur'anin. Sepse ai që e mëson Kur'anin, që fillon ta mësoj Kur'anin, jeton me Kur'anin. Prandaj Abu Bekr as-Siddiq ka jetuar me Kur'anin. S'ka mundësi në musliman me qenë në rrugën e pejgamberit alayhis salam pa lexuar Kur'an, pa mësuar Kur'an, pa mësuar dituria. Me dituri, duke lexuar, duke mësuar, duke praktikuar, duke thirr, kështu Abu Bekr as-Siddiq ka arrit grada të larta, e ka fituar domethënë epitetin domethënë më të lartë sahabiu më I mirë, me iman më të fortë, më I dashur I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që ka thënë, sikur të kishim pas një Khalil përveç Allahut, Khalil të dashur, e kishim pas Abu Bekr as-Siddiq. Prandaj vëllezër asnjëherë nuk është vonë. Prej cilësive të Abu Bekr as-Siddiq është se asnjëherë nuk I ka adhuruar idhujt, putat, statujat. S'ka adhuruar dikën tjetër pas Allahut, edhe se ka qenë xhailet, ignorant, por ka qenë I mëshëm, I zgjuar. E Allahu I lavdëron Kur'an shpesh ata që mendojnë, që logjikojnë, që përdojnë logjikën. E njëherë ka shku tek idhullit, të statuja, dhe I ka thonë, a ke mundësi me më dhonë me hangër? A ke mundësi me më dhonë me pi? A ke mundësi me më vesh në baf? A I nuk flet, e merr një gurë edhe e bën sopa. Thot, masi unë tregtar, unë shkoj tregti, shkoj në Yemen, shkoj në Damask, shkoj në Palestinë, ka shkoj ka ecë këtë vend, tregtar ka qenë. Për me fituar thot bukën, për me fituar bo tregti atë, ti s'më jep kurrë. E pasi të s'më jep kurrë, as vetën se në ndihmon edhe e thën, edhe bën sopa. Kjo është shembull sikur se Ibrahimi alayhis salam kur ka dalë ylli ka thonë kjo është ylli auton Zot jam. Nuk ka pas qëllim se është Zot, por ka dëshë që ti lëvizë pak, të mendojnë pak.
Se idhi nuk adhurohet. Ka dalë hana, ka thonë kjo është Zot jam. Ka dalë dielli, ka thonë kjo është Zot jam. Pas e ka thonë një Zot i cili hub nuk është Zot jam. Ibrahim a.s. ka dashur që ti aktivizojë trunin e mushrikëve që të mendojnë se domethënë Zoti është një Allahu i cili domethënë i vetmi që meriton adhurimin. E këtë ka përdorur edhe Abu Bekr as-Siddiq. E me një rast i ka thonë, pse nuk i bëj latit apo uzatit miras sejdë. Ka thonë, po kush është kjo? Kush është lati uzatit? Ka thonë, janë vajzat e Zotit. Po ka thonë, kë ka nonën, thonë? Do më thonë, nëse Zoti ka vajza, atë do pas edhe gruaja, kë ka nonën? Do më thonë, Zoti s'ka as nonë, as vajzë. E kështu e Bekr as-Siddiq, edhe pse s'ka qenë, do më thonë, s'ka pas Kur'anin, s'ka pas udhëzimin, subhanallahu, ka qenë në fitrë, kur si ka bo Allahut Azza wa Jall shok. Gjithashtu vëllezër, alkool kur njerëz ka pi. Kështu ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si ka pi alkool edhe ka thonë një gjë. Pse se ka pi? E ka përdorur logjikën. Çka ma hum mendën. Çka pastaj unë muj me bëj gjëra që mos se ne kontrolloj veten, pse më pi ka thonë. As alkool s'ka pi, as shirk si ka bo Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu vëllezër ka qenë pe sifateve të Abu Bekrit në xhahilet, po edhe në Islam ka qenë i dashur tek njerëzit. E kanë dashur njerëzit shumë, e kanë dashur Abu Bekr as-Siddiq. Edhe mushrik, edhe ka qenë në kuvendin e mushrikëve, në parlamentin e mushrikëve, ai ka, domethënë ka marrë pjesë. Abu Bekr as-Siddiq ka qenë i dashur tek njerëzit. Për sifatet ka qenë tajir, tregti ka bo. Edhe ka qenë tregtar i suksesshëm. Ka qenë pasunik i madh, 40,000 dirham i ka pas. Kur e ka pranu Islamin, e ka pas 40,000 dirham, djetarë thënë, paraforësisht, dhe ma thonë 4 milion ose 40 milion euro e ka pas. Milioner ka qenë Abu Bekr as-Siddiq. Mirë po, kur është bo khalife, thënë asni dinar si ka mesin në gjepjeq. Kur është bo krijetari muslimanëve. Subhanallah, ata, khilafetin, kur janë bo kryeministra, kur janë bo krijetar, ata e kanë kuptu vëllezër përgjegjësi, jo privilegj. Kanë kaq shumë, se ata e kanë ditë se jemi përgjegjës të ummetit. Kurse në këtë zaman të nderuar vëllezër, si të bëhen kryeministra, si të marrin pozitë, me njerë këshinin, si mu pasurohet vetë, pasaj vllazit, pasaj motra, pasaj ma larkë, këtë familje vetë e pasurin atë. Vëllezër të nderuar, kështu ka qenë Abu Bekri. Para se kur ka pranuar Islamin, i ka pasën 40,000 dirham. Kur është bo khalifa, asë dinar se ka pasën. Khalifi i kitë muslimanëve. E ka shpenzu këtë pasurin. Ka thonë për nësa, ma nefa'ani malun, kema nefa'a malu Abu Bekr. Asë një pasurin su më kanë bo dobi, sigur që më ka bo dobi pasuria e Abu Bekrit. E ka thonë, në hijrat këtë pasurin për jetë Allahut, për zi tjenë ka qenë tregtar, din që shme bon tregti, din që shme fitu pasurin, njënë për tregtarve është këtë zaman, theke, unë mu, me mbet, së fërti unë e di përse i bona milioner. U ka bo përsëri, u ka bo milioner, e u bekë përsëri e ka dhon pasurin këtë në rrugë të Allah. Këtë e ka dhon pasurin në rrugë të Allahut Azza wa Jall. Lëzër, Abu Bekr as-Siddiq ka qenë shok me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe para Islamit. Tregohet se kur ka udhëtuar te në Sham, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me minxhen e vet, te Behira, ai që e ka diktuar se është pejgamberi i Allahut, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe Abu Bekr as-Siddiq. E ka pas shok të ngushtë. Prandaj Abu Bekr mirë ka pranuar Islamin. Se ka njohur se kur njerëz ka rrit, kur njerëz ka mashtruar, kur njerëz ka tradhtu, premtimin e ka marrë në vend. Këtu ka qenë, domethënë Abu Bekr as-Siddiq e ka pas shok edhe para se me, domethënë edhe para se me e pranoi domethënë Islam. Nëzër, cila është qelësi i personalitetit të Abu Bekr as-Siddiq? Cila është qelësi i karakterit të pejgamberit sallallahu tipari kryesor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nëse marrim historinë edhe shohim historinë e Abu Bekr as-Siddiq, e shohim se ai e don hakun. Edhe ka bëu çmos vetëm haki dalën shesh. Dhe nëse e shohim historinë e tij, gjithmonë ka qenë kështu. Shikoni në Murtedin, kur pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq, edhe disa prej sahabeve
Domethënë, disa e lanë fen, çka pranon Islamin në fillim ata, jo domethënë. E mohon se qatën. Disa thanë s'kena më thonë se qatën. Ebu Bekër qëndroi në hak. Tha kam i luftu. Këtë sahabët çish i lufton ata. Çish i lufton. Edhe Omer radhiyallahu anhu që është më shedid në fe, në kufit e Allahut ka qenë Omeri. Dhe ka thonë pejgamberi ashadduhum fi hududillah Omer. Më i ashpër, më shedid në kufit e Allahut është Omer radhiyallahu anhu. Edhe ai ka thonë, ajo Bekër, ç'ke i luftu ato? Ka thënë lusungut njëre. Mendo pak mirë. Ç'është mi luftua? Po ka kapi ti dikush, apo nuk është skandal këtë fesë. Disa kanë mohuar se çfarë. Kush e mohon se çfarë të Betinit? Wallahi ka thonë Bekër, kam i luftu. Edhe nëse një litar nuk ma japin, çat litar, çka kanë thonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato nuk ma japin mua ndalën, edhe për çat litar kam i luftu. Tu Allahu do të ka bëu sebat, hak, ka dashur hakin. Edhe pasaj i lufton edhe kthehen në fe, stabilizohen musliman. Omeri thotë Allahu thotë pas ka dhënë dritë dhe nur, pas ka dhënë Bekrit, domethënë ja ka dhënë të vërtetë. Gjithashtu Miraç, domethënë e ka të vërtetën e ka vërtetuar, edhe gjithmonë Abu Bekri domethënë cilësia e tij, domethënë që është karakterizuar Abu Bekri as-Siddiq me tipore më kryesor është e ka dashur hakun. Edhe ka luftuar për hakun. Edhe derisa ka zgjedhur në shesh hakun suka bo pra rahat. I pari vetër që e pranoi Islamin për burrave ishte Abu Bekr as-Siddiq. I pari prej grave që pranoi Islamin ishte Khadija radhiyallahu anha. I pari prej fëmijëve që pranoi Islamin ishte Ali ibn Abi Talib. Nësa i pari i cili e pranoi prej robëve ishte Zeid ibn Harith, shërbetori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju shpall Kur'ani, shkoi Abu Bekr as-Siddiq te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe I tha Hatijës, ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Edhe I tregoi Hatijës se këtu është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është në brenda, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më njerëz po Abu Bekrin I tha, o Abu Bekr, unë jam Rasulullah, unë jam I dërguari I Allahut. Tha, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Më njerë shahadet nga thonë. Më njerë ka thonë shahadet, hiç pa dyshu, hiç pa u menu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kallamtu ahadan an al-islam illa taraddad. Thot secilit që I kun fol për Islam vetëm se ka pas dyshim apo. Ka thënë, ja pejgamberi dyshim, ka dyshu. Fekë, ka mendu, ka thëtë, mendoj pak se, a do një argument I shka ki? Ose nazar, thot, ka në ka ta shikoj ka më. Illa Abu Bekr, thot, vallahi, pejgamberi bombej, vallahi, Abu Bekr, thot, ma të raddet, wa ma fekkër, wa ma nazar. As s'ka dishu, as ka mendu, as ka shiku, ka thonë, ka ta shikoj, menjet ka thonë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka Rasulullah. Pse? E ka njoft pejgamberi alayhiselam, Abu Bekr ka njoft pejgamberin alayhiselam se kur s'ka rrejt, kur s'ka mashtru, kur s'është tall, kur s'ka tratu. Premtimin e ka shumë e ka ditë se është sinqert, që s'rren, që s'mashtron. Prandaj vetë e marrim, domethënë shembull kjo do të thotë musliman. Prandaj këtë sillje që kemi të mësuar, këtë sillje është historia e burrave të mëdhej, jo vetëm me mësue edhe ne më kënaq për Abu Bekr, au kënaqem vallahi. Jo, qëllimi është marrim shembull sepse ne këto I kemi domethënë model më të mirë, njerëz të suksesshëm. I suksesshëm ka qenë në tregti, I suksesshëm në dunjë, I suksesshëm në ahiret. Ne kemi shembull këto, ti ndjekim këto dhe për atë mësojmë rrugën e këtyre njerëzve që ne kemi, domethënë model më të mirë, I kemi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekr as-Siddiq e ka njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne vëllezër duhet të jemi shembull, se të kemi thonë se Zoti jonë është Allahu, I dërguari jonë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të jemi shembull, e jo të flasim diçka e nesër na shohim, lëre besë që s'ka ndonjë sinqert apo. Kështu thot diçka tjetër aty vepron. Islami duhet praktikohet në vepra, prandaj Allahu ju ka dhënë këtyre burrave sukses. Edhe ne do të qenë sigur se këto burra të mëdhej. Kur e pranoi Islami vëllazër Abu Bekr as-Siddiq me njerë e kuptoj se këtë din është emanet. Bismillah. E kuptoj se kjo fe është emanet vëllazër. Nuk është kjo fe loje dhe hajgare. Shumë
apo një pjesë për muslimanëve kanë marrë këtë din lojë dhe hajgare. Ai e ka kuptuar se s'ka hajgare Allah, ose xhenet ose xhenem. E ka kuptuar dinin se Allahu urdhnon kështu, edhe ndalon kështu, edhe ky din është emanet. Edhe ai që ka shiu, kur e ka thonë shahadetin, e ka shiu atë ëmbëlsinë e imanit, ka dashur të tjerëve t'ja transmetojë vëllaz. Edhe ne duhet me i vëllazër në fen të rësi, komplet, jo vetëm ku na kondët. Udkhulu fi silmi kafa. Allahu në Kur'an, o besimtar, hini komplet në Islam. A e ke kuptuar se kjo fe e Allahut është e vërtet, sakrifikosh çdo sent. Ebu Bekër çdo sent ka sakrifikuar familjen, pasurinë, evlat, çdo sent vetëm e vetëm për ta kënaqur Allahun Azza wa Jalla. A kemi kuptuar të vërtetën? Pse ne jemi shumë neglizhent? Kur është pyetja dituria, apo kur është pyetja daveti. Ebu Bekër radiallahu anhu shkon edhe shok më të ngushtë i bën davet. 6 veta të cilët janë të përgëzuar me xhenet. 6 persona të përgëzuar me xhenet bëhen sebeb dhe të gjithë këta në peshorën e Abu Bekr as-Siddiq në ditën e gjykimit atje. E për tyre është Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam. Që ka bëhet vetë, e kanë pranuar Islamin, por gjatë javës këto e kanë pranuar Islamin. Talha ibn Ubaydillah, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan. Para vëllazër, çfarë vlere. Sa'd ibn Abi Waqqas u bë fatihul Iraq. E shtiroi Irakin në peshorën e Abu Bekr as-Siddiq të gjykimit, se kjo bën davet. Abdurrahman ibn Auf fatihu Sham, çliruesi i Shamit në peshorën e Abu Bekr as-Siddiq, se kjo bën sebeb për ta, domethënë për ta udhëzuar këtë. Uthman ibn Affan, khalifa i muslimanëve në peshorën e Abu Bekr as-Siddiq. Talha edhe Zubairi kanë qenë komandantat më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në peshorën e Abu Bekr as-Siddiq. O vëllazër, a dini se ki Islam ka me shkuar në tërë botën, o vëllazër. Ka me hi Islamin çdo shtëpi. Ka thonë pejgamberi sa s'ka me lënë shtëpi vetëm se ka me hi. Pse mos mu bën ne sebeb me lënë një gjurmë sipas mundësisë që e kemi. Dikush me dituri, dikush me davet, dikush me pasuri, dikush me vepra të mira, me sjellje të mirë, me lënë një gjurmë. Sepse Allahu ka më udhëzuar njerëzit. Pse ne mos më marr pjesë në këtë shpërblim? Kështu kanë qenë sahabët radiallahu anhum ajma'in. Gjithashtu vëllazër, Arqam ibn Abi al-Arqam ishte prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Abu Bekr as-Siddiq u bë sebeb që ai të udhëzohet. Davetin mos e ndali. A dini se ka pasur dituri? E ka pasur shahadetin. Abu Bekr as-Siddiq. Ndoshta i ka pas edhe 5 ajetet, ndoshta pejgamberi, ndoshta nuk kam një argument, po thonë ja ka treguar pejgamberi se ajetet e ka treguar një gjë si ka ardhur Xhibril alayhis salam, Iqra bismi 5 ajetet i ka pas. Në njëri më i ri prej neve këtu shkash, në çat zaman ka qenë është më i ditur se Abu Bekr as-Siddiq. S'ka pas dituri. E ka pas brendën e Islamit. E ka kuptuar se Islami është dawa ila Allah. Emanet është daveti. Cili prej neve kemi davet sipas mundësisë me pas dërtin e nanës. A falet, baba a falet, vllazët a falen, mosat a falen, e mbuluar. A mbuluar, pas dërtin po davet, o motor mbuloj se kemi në varr. O vlla falet se kemi në varr. A priton me thonë çket fjalë. Thuje, të shpërblesh, edhe nëse nuk udhëzohet, ti e ke shpërblimin tek Allahu. Edhe nëse nuk udhëzohet. Njëri prej vllaznive në këtë zaman tha, unë e kam projekt, po tha. Ka dhe këtë zaman, dhe këtë kohë njerëz që e kanë derdh davetin. Tha, unë e kam projekt, shokët e klasës që kam mësuar 8 vjet, se por 8 vjet ashtu po 9 vjet, e kam projekt të thirrin kafe apo ose të shtëpia ose dikund, të jap kanë libër edhe të thirrin Islam, nëse s'fal namaz, ta fal namazin ose të udhëzon rrugën e Allahut. Kjo është një vepër e mirë. Do të më ndu, si të përre, se njerëzit tha, di gjykimit kanë më thonë, pse s'm ke kallëzuar ti, kam ke poshtë shok glas. Apo ke tu më, pse s'm ke kallëzuar për dinë, për Islam.
kështu kanë qenë, kështu e kanë ndihmu dinin, kështu e kanë shfaq hakun shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ali radiallahu anhu, kullama dhukira Abu Bakr as-Siddiq, qultu, sa herë që është përmend. Ali e ka dashur Abu Bakr. Shiat radiallahu anhu folin kaq, e mallkojnë Abu Bakrin, mallkojnë më thon Omerin, shpifin mbi Aisha radiallahu anha. Ali e ka lavdru gjithmonë radiallahu anhu. Thot, sa herë që është përmend Abu Bakri, ku më thon, hadha sabaq la yusbikuhu ahad. Këtë garusin asnjëri s'mund të arrijë. Ali radiallahu anhu. Omeri ka bu gara me Abu Bakr as-Siddiq shtamrie, edhe Omeri ja ka shku edhe Uthmanit, edhe Alis, edhe pse Ali edhe Uthmani e ka pranuar Islamin më para se Omeri radiallahu anhu. Ato ka bu gara. Allahu në Kur'an, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Për këtë xhennet, masi e përshkruan Allahu xhennetin, thot për këtë xhennet le të garojnë garuesit. Atë garojnë garuesit, u kri muhabeti, sahabët gara kanë bo. Jo veç për dunjë vëllazër. Kanë bo gara për ahiretin, që me fitue kënaqësinë e Allahut azza wa jalla. Abu Bakr as-Siddiq i lironte robërit që ishin pranu Islamin, mushrikët e Mekës, i torturonin, i maltratonin, i ndëshkonin me ndëshkime sa matrona, i lishin në rrugë, dielli nxehtë, temperatura 50, kur bëhet nxehtë i madh. Abu Bakr as-Siddiq thot Aisha radiallahu anha, 7 për robëve tha i ka ble dhe i ka liru. Një prej tyre ishte edhe Bilali radiallahu anhu. Thot një ditë thot Abu Bakr duke kalu e shef Umayya ibn al-Khalifin, duke e torturu, duke e ndëshku Bilalin, e ka lënë pa ujë, pa bukë, se ka qenë robi i tij, dhe ka vendosën edhe gurin për mi në gjoks. Edhe i thot se lati është Zoti. Bilali imani ka dëbërtu në zemrën e ti, ahadun ahad. Vetëm këtë fjale për sëriste, duke thonë ahad, një është Allahu, një i vetëm, nuk me në tonë të adhërot askush pas Allahu. Abu Bakr as-Siddiq i thot, ja hadha, o të filan, më shërë këtë personë, shka i duke i bo njëre, pse duke të torturu? Thot, më shërë e ti. Umayya ibn Khalifi, thot, më shërë e ti. Po thot, a e shetë, nuk thot sa e shetë, a e shetë se ka qenë milioner, thash ka po shumë pasuri, Abu Bakr as-Siddiq. Thot, po e shetë. Uqija është një monedhë që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Robët kanë kushtu dhe më thonë gjithë uqije. Ki thot, një uqije ka vlerë paraforsisht për me thonën 10.000 euro. Ki thot 9 uqije, 90.000 euro për shemë. Paraforsisht, me këto cifrat me thonë paraforsisht. Thot, e blejtët, edhe 9 uqije. Thot, a e shetë thot si smerë vesh trekti. Unë me jetët. Ti thot tregtari i madh, bon tregti në këtë vendet e arabe, kurse thot ti thot nuk merr vesh tregti. Sigur të më kishe thonë për rrugë, për 1/4 e uqijës, 2.500 euro, thot ta kisha dhënë Bilalin. Wallahi wa billahi, thot Abu Bakr as-Siddiq. Sigur të kishe thonë se kushton 100 uqije, unë thot e kisha blej thot Bilal. Unë thot nuk e blej për mua, unë e blej illa ibtigha wajhi rabbi. Illa ibtigha wajhi rabbi, unë e blej për të Allahut, ta liroj për të Allahut. Kam shpresë, unë shpresoj thot ta takoj Allahun. Baba i Abu Bakr, Abu Bakr thot, po pse me i blejnë do rob do ta fal e blejnë. Nëse blej fort më ndihmojnë në punë se në baba jam thot. Unë nuk i blej për punë, baba jem, unë i blej illa ibtigha wajhi rabbi, unë i blej këto për shpresoj fytyrën e Allahut, ta takojmë për hir të Allahut, të liroj. E ka thënë pejgamberi sa kush e liron një rob për hir të Allahut, Allahu e liron për zjarrin e xhenemit. Mushrikët e Mekës, kanë thonë se Abu Bakr as-Siddiq ka pas interes. Prandaj ka liru Bilali për para e ka ndihmu të ara, të toka, të tregtia, të dhënë, çka ka pasë i ka ndihmu, prandaj e ka kthi, e Allahu azza wa jalla zbriti ajetin, dhe këto ajete kanë zbritur për Abu Bakr as-Siddiq, suratul Lejl.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ai cili jep dhe ka frikë Allahut edhe vërteton të mirën e beson të mirën dhe ne do ta lehtësojmë me sa më lehtë. Thot وما لأحد ما poshtë وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Ndaj asnjëri thot s'ka thot Abu Bekri nuk ka thot obligim për ta shpërblir. S'ka pasur domethënë për mëshirë. Ndaj asnjëri s'ka pasur Abu Bekri Siddik illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Allah e ka përmend fjalën e Abu Bekrit që i ka thonë atyre. Përveç se Abu Bekri e ka dëshirë ta takojë Allahun me këtë vepër që është e bën. Se ka bo për se i ka ndihmu dikush apo diçka tjetër. E ka bo për hir të Allahut, për të takuar Allahun Azza wa Jall, wala sawfa yarda. Edhe Allahu Azza wa Jall ka më qenë i kënaqur me Abu Bekr as-Siddik në ditën e gjykimit. Edhe Allah ka më kënaqur Abu Bekr as-Siddik. Këto ajete më thonë ka zbrit për Abu Bekr as-Siddik radiyallahu anhu. Man ashja'u an-nas. Kush është njeriu më i gëzimshëm prej sahabëve? Cili është sahabi më trim? Ali radiallahu anhu në khilafet. Bismillah. Pasi që ka dekën Abu Bekri dhe Omeri, Osmani vjen Alia khalife edhe shokët e vet. Thot çka mendoni thot, cili është njeriu më i gëzimshëm edhe më trimi? Shokët e vet, ja Ali, ti thot ti je më i gëzimshëm, më trimi. Thot se përket mua thot, unë sa herë që jam ballafaquar me armiku thot, fjalën e ka përdorur intasaftu. E kam prej për me disë njëri. Ose kështu e kam prej ose kështu. E kam prej njëri. E kam shumë i fortë. Ali radiallahu. Thot sa herë që jam takuar me armiku thot, e kam do përgjithësi e kam do. Thot cili është më tregoni cili është njëri më trimi dhe më gëzimshëm. Thot na tregon ti se dim për sahabëve. Thot Ali radiallahu anhu, njëri më i gëzimshëm thot është Abu Bekr as-Siddik, më trimi. Thot në luftën i tregon di raste. Hisa shumë e ka dorë thot Ali radiallahu anhu Abu Bekrin. Thot rasti i parë thot në luftën e Bedrit ja vendon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një tend, një çadër. Edhe tham kush ka mundësi të qëndrojë pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Asnjë prej sahabëve nuk guzoi se e din se pejgamberi ka mësulmu, Abu Bekri as-Siddik sa unë ta kam shënduar. Edhe sa herë që dikush thot Ali, sa herë që dikush afroi ke pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abu Bekri si luan thot i vërsul edhe e shrike për tokë. Kjo është rasti i parë. Rasti i dytë edhe kjo është edhe më interesant. Thot Ali radiallahu anhu, wallahi ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam marra. Bombay Ali. Wallahi kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kam pa thot duke bëu ibadet në Kabe. Kjo është duke para se të bëjë hijret në Medinë. Duke bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ibadet në Kabe, i rrethohen mushrikët e Mekës për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fillojnë të arrejfin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Njëri jam shanë dhe rëzohet për tokë, njëri kape çuan, qetri e ngren kom, qetri e ule, e krep për e shtim për murje, e gulfatin vjen Ukbe ibn Abu Muayt, e rrejfin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njëri për atyre e merr tesh edhe e gulfat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do me mit. Përderisa i keqësohet gjendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Aliu këtë rast e tregon edhe Ibn Mesudi. Edhe kanë qenë sahabe që kanë pranuar Islamin, por kanë pas frikë, kanë mshef Islamin. Se e kanë ditë se ose i rrefin keq, ose i vrasin i misin. Thot asnjë se guzu, ka thënë Abu Bekr as-Siddik. Thënë thot Abu Bekr as-Siddik, thot vetëm ai thot, edhe shkon vrapon njëri aton atje, edhe thirroi Abu Bekr, thot se janë të samit shokra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot vjen Abu Bekr aton ashtu këmbë zbathë tu ngajta aton, edhe hin qabe, edhe kur e shohin të rrefin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot iftahu li at-tariq, çelmani rrugën bua aton. Largoni, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apo mbetni në një ditë se i thot Zoti është Allah. Përse i thot ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apo mbetni një njeri i cili thot Zoti është Allah. Edhe largon rrugën këtë, e kop Ukben, edhe largon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e shohin mushrikët, edhe të gjithë i vërsulën, e kapin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, këtë Abu Bekrin falni, edhe fillojnë të godasin, të rrefin, të mshojnë Abu Bekrit, Ukbe ibn Abu Muayt e merr një nalle përpara nallat e din këto madhvete që janë kon drunit, po edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë drunit, dhe e kanë shumë me nalle, ka fytyra, ka syt, ka balle, ka krija, ka trupi, e për gjak, e bën këtë gjak e Abu Bekr as-Siddik, thot Aliu, thot vallahi,
Ko alladhi nafsi bjell pashaat në dorën e të cilit është shpirti im, thot. Kur e pash Abu Bekrin për gjak kaftira, kiti për gjak, s'mush ta më dallu thot hunën për syrin për veshit apo gore, kiti më thon ikish gjakë e kish kapluar, thot. Pastaj pejgamberi alayhis salam, sa ka për Abu Bekrin, bëni Abu Bekr ashtu, do të thon edhe pejgamberi era. Ka treg. Sallallahu alaihi wasallam. Shikoni vëllai sa shumë kanë vujt ata. Sa shumë kanë hek ata, sa shumë kanë bërë sabër. Pse vëllazër? Vetëm ne jemi sot musliman. Çdo gjë ka sakrifikuar trupin, vetëm që ne ta kemi sot Islamin, ne jemi të lirë. Ta jetojmë Islamin. Pastaj vjen njëri prej kabilës e Abu Bekrit, edhe marrin Abu Bekrin i Livanosut, nuk e ka humbë dijen në koma. Edhe e çojnë të lona e vet, edhe vjen njëri prej kabilës edhe i thot Uqbe ibn Abi Mu'ayt, thot vallahi wa billahi, nëse vdes Abu Bekri thot ti që dëmë të shkatruar, kam më smitë ta dish. Edhe na vet, në Abu Bekrit çan kur është Abu Bekrin është mushrik, ende do të thot politeiste se pranon Islamin, edhe duke po Abu Bekrin çfarë gjeni, çfarë halli, këtë kanë frikë pse mos po vdes. Dhe Abu Bekri të para herë çel, si ku është pejgamberi alayhis salam? Derdhin kryesore ka ta shohë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shko po halli pejgamberit, o Abu Bekr, ai të posë sa ke shit atë. Çaj pejgamberi, çaj Muhamedi do të bëj sebeb thotë që ti do të jenë këtë gjendje atë. Pipakuj, thotë se kështu kemi tek. Thotë vallahi wa billahi, nuk kam me pi ujë. Nuk kam me hëngas, një ka kafshot buk, pa e taku pejgamberin, pa e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë shkojnë thotë me një lajme se si është halli pejgamberit. Edhe shkojnë e takojnë Fatimin. Fatimi është motra e Omerit radhiyallahu anhu, e cila ka pranuar Islamin dhe shef ke Islamin. Thotë si është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk e di, më shef Islamin, s'kam lidhje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë më ka thënë nëna e Abu Bekrit për Abu Bekrin është interesuar, thonë se thotë më si ashtu edhe vjen ajo te Abu Bekri. Dhe kur e shef Abu Bekri e pyet thotë si është pejgamberi alayhis salam? Thotë po thotë tu është nëna jote. Ka pas frikë mos ta shpionojë se ti ka thënë se ka punë Islam, pastaj këtë edhe marrën dhe nxesin ngjillën e rrethën e torturojnë. Thotë mos u frikëso se nëna ime sfort. Ka thënë si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë mirë është pejgamberi sa, shumë mirë është rashë, alhamdulillah, mos u mërzit. Thotë vallahi wa billahi, nuk kam u bë rahat unë përderisa trupi jam, shpirti jam bashkohet me trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse nuk e shoh pejgamberin sa, nuk po darat. S'ka sfi. Thotë çomi kapën e morën atë lesën, edhe e çojnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përgjakur ashtu, ftiri i përgjakur kur është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çafon. Çka te ka dash pejgamberi Abu Bekr as-Siddiq? Takohet me të dashën e vet. E ka dash pa mos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më shumë, domethënë ka mërzit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa për veten e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وماله وأهله أجمعين. Nuk ka me ishtu iman, nuk ka me post imanin e fort. Përderisa unë të bëhem më i dashur tek ai se fëmia, se nona dhe baba, edhe sa gjithë njerëzimit. E ka përqafu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka kënaqur Abu Bekri, çashtu çat gjendje i rrahur, i raskapitur, i lodhur. Vëllazër, ku është vllazëria, vllazëllëki për hir të Allahut? Ku Allahu thot innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Kur themi ne vëllezër, duke se vetëm me marrën e gjuhës, o vlla, ama kur ka vllavi nevojë për ndihmë, ku jemi ne? Kur ka vllavi nevojë për, më thon, kur ka gëzim, të gëzona bashkë me ata, kur ka vështirësi, jemi me ata. Wallahi nuk kemi qenë besimtar sinqert përderisa nuk e dim njëri qenë për Allahut. Ka thënë pejgamberi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu si duhet. Ai si nuk ja do vllavit vet atë që ja do vetës. Nuk ka besim të fortë. Mund të qenë musliman i dopt, i zaif, musliman, jo mu'min. La yu'min. S'ka mund si me qenë mu'min. Ai si nuk ja do vllavit atë që ja do vetës.
Në hadith që ka thënë Muhamedi, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, nuk keni me hin xhenet pa besu. Wala tu'minu hatta tahabbu, nuk keni me besu si duhet, si keni mu'mina pa u dash me zveti. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum, a dëshironi t'ju tregoj diçka nëse veproni keni mu dash me zveti. Afshu selam bejnakum, prapna selamin. Pa u dash dhe si vëllezër, pa largu xhelozin, pa largu urrëtjen, pa largu inatin mes veti, pa u dash sinqerisht, vallahi s'kena me fitue, s'kena me qenë mu'mina, s'kena fitu kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa Abu Bekrin, filloi ta përkthej ka krija, edhe gjakut ja fshi, e ti thon, o Abu Bekr, çfarë pas ka ndodhur? Thot, o pejgamberi sallallahu, o Muhammed, o dashurian, vallahi thot, shumë pak, thot, nuk është kur gjë. Një goditje në ftyrë, një goditje në ftyrë, ato s'është kur gjë. Ai kanë rast kapitur, e kanë rrejë shumë. Pastaj Abu Bekr as-Siddiq subhanallahu e shfrytëzon rastin, që çfarë rasti shfrytëzon. Nëna vetë është aty duke qajtë e shef, o i dërguari i Allahut. Lutë Allahun që të më udhëzojë nënën. Sa kemi bënë dua për nënën, për babën. Sa kemi bënë dua për të dashurit tonë që Allah t'i udhëzojë. Shikoj me çfarë hemi, çfarë derti, çfarë dëshire. Lutë Allahun, ja Rasulullah për nënën tënde, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Bekr. Allahumma hdi umma Abi Bekr. O Allah thot udhëzoje nënën e Abu Bekrit, duke bëu dua thot pa i ul dur të poshtë thot nëna e Abu Bekrit. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thot shahadet. Për Islamin. Shikoj se kanë dash dinin, se kanë dash udhëzimin, se kanë sakrifikuar çdo sen. Vetëm me zemër, vetëm ti udhëzohet nëna, ti udhëzohet baba, edhe në fund të jetës së ti vjen edhe baba me ekrën e bardhë, edhe thot ja jep dorën, e thot shahadetin, fillon me qajtë Abu Bekr as-Siddiq, o Abu Bekr pse po qaj? Thot vallahi thot kum pas dëshirë që dora të jetë dora e Abu Talibit. Për dashurisë madhe që ka pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi me billahi kisha pas dëshirë që dora, jo, domethënë edhe më shumë se e ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe më shumë se babën e vet. Se e ka ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ka mërzit se Abu Talibi ka vdekur si kafir, si mushrik. Kisha pas dëshirë që dora, thon, të shkon dora e Abu Talibit. Shikoni sa shumë e ka dashur Abu Bekr as-Siddiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, xheneti sfitot kollaj. Pa mësu, pa sakrifiku, pa davet, pa thirrje, pa sabër, wallahi xheneti sfitot. Allah thot Kur'an, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum. A keni mendu se keni me hin xhennet e pa u sprovu, sigur ata që u sprovun para jush. مستهم البأساء يباتروك بأساء فقال الله كي والضراء سمونديت حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ديري سا pejgamberi صلى الله عليه وسلم edhe ata që ishin me shokët e pejgamberit thonë kur është ndihma e Allahut. Allahu thot ela inna nasrullahi qarib, me vërtet ndihma e Allahut është afër. Gjenneti është shtret, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna silata Allahi al-ghaliya, ala inna silata Allahi al-janna. Me vërtet artikulli i Allahut është shtret, malli i Allahut është shtret, malli i Allahut është gjenneti. Prandaj të nderuar, ne edhe pse nuk mund t'i bëjmë veprat e Abu Bekr as-Siddiq, po ne e duam Abu Bekr as-Siddiq, edhe mundohem që të shkojmë rrugës së Abu Bekr as-Siddiq. Thot Imam Shafiu thot uhibbu salihina wa lasu minhum, I dua njerëz të mirë por nuk jam prej tyre, la'alli an anala bihim ash-shafa'a, ndoshta thot ta fitoj shefatin e tyre veç me dashurinë e tyre që kam. Ja kthen Ahmed ibn Hanbali, tuhibbu salihina wa anta minhum, I do njerëz të mirë edhe ti prej tyre, wa minkum yurtaja ash-shafa'a, dhe për juve shpresohet shefati. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu na bën prej tyre se I duam sahabët, I ndjekim ata, e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
sakrifikojmë në këtë rrugë. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Vazhdojmë inshallah pjesën e ditë, se kjo është vetëm një pjesë e jetës së Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu. Me fol për Abu Bekr ka shumë, po kemi lënë disa gjëra, domethënë në javën e kaluar, në ardhmë.